Historia ime. Unë e di që ti ekziston, por kjo s'mund të thuhet për mua. Ti mban mbi emrin e tij, keni një fëmijë bashk, jetoni në të njëjtën shtëpi dhe dilni publikisht të dy. Unë di mendimet, ëndrat dhe ndjenjat e tij, gjithë që mban për brenda, por asgjë që i përket jetës eksternale. Keni më shumë se 20 vite të martuar që përmbledh disa aktivitete familjare dhe publike, shtëpinë në të cilën jetoni, fëmijën që doni me gjithë zemër, por dashuria jote për të u shterua para goxha vitesh. Ti je i lumtur me jetën që ndërtove për veten, por a është ai i lumtur në një martesë ku ti përmbush vetëm përgjegjësitë tua si grua, por jo si grua e dashuruar? A e do? Nëse do ta doje, a do të më kërkonte mua? S'të vë faj, ti ndalove së dashuruari, por pse rri në një martesë pa dashuri, vetëm për hir të imazhit? Sot i dhash fund, sepse u lodha duke mos ekzistuar. Ai nuk donte të lëndonte fëmijën e tij dhe tentuan vazhdimisht të ishim bashk pa e kaluar acak. Më lëndoi ideja se mund t'i shkatroja gjithë jetën, zgjeta asnjë rrugë për të bërë përpara, as ai se përballonte dot faktin se fëmia i tij mund të vuante, ndërsa vuajtja ime dhe e tija i dukeshin lehtësisht të përballueshme. Pse nuk i jep dashurinë që kërkon? Pse nuk kujdesesh për të? Pse nuk i qëndron pranë? Krijon një martesë që funksionon dhe në brendi, e jo thjesht për sy të botës. Fundja fare në një moment duhet të keni qenë lumturisht të martuar. Si mund të jesh e lumtur me vogëlsira e jo me substancë? S'kam të drejtë të them asgjë dhe di vetëm një anë të historisë, por burri që një do të kishte zgjedhur ty nëse do t'i jepje qoftë një grimc të dashurisë që kërkon. Do të zgjedhte ty sepse ndihet i lidhur nga detyra, por dije që është i uritur për dashuri romantike dhe kujdes. Kur vdiq romanca brenda teje dhe pse? Nga çdi prej burrit tënd ai do të ishte larguar kurrë, s'është ai lloj njeriu. Edhe si e dashura e një burri të martuar, që s'mund të dilte publikisht e që s'kërkonte dot besnikri, ai u përpoq me mishe me shpirt të më bënte të ndihesha e sigurt. Pse e le të ikte? Historia ime.